Përshëndetje të nderuar miqtë e mi të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të trajtuar ngjarjet më të fundit që po ndodhin në ferma VIP. Po dëgjoja në mënyrë të detajuar dhe dëshiroja që ta komentoj, po dëgjoja analizën dhe sqarimin që në këtë rast Fabiola bënte me Romirin për mimozën, për luftën që ka me mimozën të hapur, për ofendime që gjasme pas ka bërë mimoza, për natyrën se si mimoza është duke e luajtur këtë lojë. Fillimisht njëherë, Fabiola mundoi që të arsyeton veten. Fabiola thot, unë e thasha të fjalën kuçk, edhe ja thasha Arbanës që ta kuptojnë të tjerët se sa bukur është ta normalizosh atë fjalën. Okej, fjala kuçk e ardhur nga mimoza është një zinxhir shumë i gjatë, do të thoni pse. Fillimisht njëherë mimoza u ofendua dhe u denigrua pikërisht nga i dashuri i Fabiolës, teksa Fabiola Gresa po qeshenin, ai po kërcënonte mimozën, po e quante Ahmetović, po e quante sërbe, po e denigronte figurën e saj, po e pështërsonte figurën e saj dhe e nxirrte më keq se kuçk mimozën. Dhe realisht kur ti mundohesh që ta nxisësh një mashkullin i cili po tenton gjatë gjithë kohës nëpërmjet nxitjeve të tua të ofendoj një grua tjetër, çfarë niveli je ti? Me patjetër që je nivel kuçke. Tani ky është realiteti. Tani ti nuk mund të lahesh duke u munduar që komplet historikun ta bësh që mimoza gjasme qenë ka fajtore, mimoza pas ka një fanbase të frikshëm jashtë, mimoza qenë ka kjo gruaja që me gjëmba i fut ka muhabetet dhe nuk arrihesh ka të duket në kamera. Unë mendoj që kamerat nuk janë teknologji që nuk tregojnë asgjë, përkundrazi janë teknologji që tregojnë çdo gjë. Unë mendoj që Fabiola sot ishte duke luajtur këtë kartën e viktimizimit, sepse ka frikën e madhe që do të largohet nga ferma, edhe pse unë me thënë të drejtën mendoj që produksioni sonte do të luajë një kartë tjetër për interesin e vet, dhe mundoheshte që të gjithë këtë peshën edhe barën t'ja lërë mimozës. Përkundrazi, unë mendoj që mimoza u tregua shumë e kulturuar nga gjëra që po i bënte Adioni, Fabiola dhe Gresa. Nuk ishte një ditë, por ishte me ditë të tëra kërcënime, ofendime kundër drejt asaj gruaje. Pas gjithë atyre ofendimeve, se të pas ka thënë ti mimoza një fjalë dhe ti nuk dije se ku të kapesh, se s'kishe argumente kur të kapesh për mimozën, se s'kishe lënë gjë pa me i thënë mimozës, dole dhe fole në atë mënyrë. Harruan këto fjalët e Gresës që Gresa kërcënonte me rob shtëpie nga mëngjesi në darkë për mimozën që do ta nxirrte nga shtëpia e tjerë. Unë mendoj që ky viktimizimi që bëhet nga ana e Fabiolës për ta nxjerrur mimozën keq është e gabuar, dhe në qoftë se sonte produksioni do mundohet ta nxjerrën mimozën keq, besoj që do të bën gabimin më të madh, sepse mimoza është e vetmja banore të cilën edhe e dënuan banorët, e lanë të vetme, nuk i qëndruan afër dhe mimoza përsëri mbijetoi me strategjinë e saj, dhe strategjia e saj cila është sinqeriteti. Në rregull, ti kur e paske këtë kulturën me mimozën, atëherë pse ti ja hudhe bujakës lëngun në fytyrë? Çfarë tregonte ajo? Ti thjesht e dashur, arsyetohu si të duash. Ti dole në karakterin tënd, ti dole në të vërtetën tënde, që ti nuk e kishe nxjerrë deri më sot. Dhe ky është realiteti.